Hamburger të mbyllur me qofte pule, një shije që s'mund t'i rezistoj askush. Po ashtu në këtë video do e gjeni dhe mënyrën praktike se si t'i përgatitni qoftet në mënyrë të barabartë të dalin secila dhe të ruajnë formën edhe pas pjekjes. Në fillim përgatisim brumin, bashkojmë qumështin e vakët me sheqerin, ujin dhe majën e bukës, e lëm të fermentohet për 10 minuta, pastaj shtojmë përbërësit të tjerë me radhë, hedhim mielin gradualisht, brumin e punuar e lëm të dyfishohet për 1 orë. Fileto pule fillimisht i prejmë në copë, pastaj i kalojmë në blender, shtojmë të gjithë përbërësit e tjerë me radhë, prap i bluajmë në mënyrë që të lidhen përbërësit. Për t'ju dhënë formën kam përdorur një kapak kavanosi dhe një qese. Kjo mënyrë është shumë praktike dhe nuk dështon asnjëherë. Qoftet i kalojmë në tepsi me letër pjekje dhe i fusim në furrë në temperaturë të cekur. Ndërsa për bukët e hamburgerit fillimisht i hapim në këtë mënyrë, përdorim një pjatë më të thellë, bëjmë rënditje në këtë mënyrë, i mbyllim. Prap i kalojmë në tepsi me letër pjekje. Sipër i lyejmë me të verë të vezës të përzier me qumësht dhe 2 pika uthull. Shtojmë fara susami, i pjekim në temperaturë të cekur. Kjo recetë nuk dështon nëse provoni ju bëft mirë.